Vrasja e dy fisht në Dukajgjin, viktimat babe bir, policia jep detaje. Dy persona babe bir janë vrarë me armëzjarri pas ditën e kësaj të diele në fshatin Mgull të njësisë administrative Pult në Dukajgjin. Viktimat janë identifikuar si Legjioni dhe Prel Gjoni, ndërsa i plagosur rënd ka mbetur Alex Preka. Ngjarja është raportuar rreth orës 17:20 për shkak të largësisë së zonës dhe vështirësive në komunikim. Informacionet e para kanë mbërritur me vonesë pranë policisë së Shkodrës. Forca të shumta të policisë vendore dhe të forcës kombëtare të sigurisë, njësia Shkodër janë nisur drejt vendngjarjes, ndërkohë është ngritur një grup i posaçëm hetimor i cili po shkon në vendngjarje për zbardhjen e plotë rrethanave, dokumentimin ligjor të ngjarjes, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve. Hetimet vijojnë për të përcaktuar dinamikën dhe motivet e kësaj ngjarje të rëndë. Njoftimi i policisë. Shkodër, informacion paraprak rreth orës 17:20 në fshatin Mgull, njësia administrative Pul Dukajgjin. Dyshohet se janë vrarë me armëzjarri shtetasit LG dhe PG babe bi. Si dhe është plagosur rënd shtetasi AP, shumë forcat policisë vendore dhe të forcës kombëtare të sigurisë, njësia Shkodër, janë nisur drejt vendngjarjes, ndërkohë është ngritur një grup i posaçëm hetimor i cili po shkon në vendngjarje për zbardhjen e plotë rrethanave, dokumentimi ligjor të ngjarjes, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve. Shkodër, informacion shtesë. Në vijim të informacionit paraprak të dhënë pak më parë për ngjarjen në fshatin Mgull, njësia administrative Pul Dukajgjin, ku dyshohet se janë vrarë me armëzjarri shtetasit LP dhe PG babe bir dhe është plagosur një tjetër shtetas. Sqarojmë se në këto momente ka mbërritur në spitalin rajonal të Shkodrës për të marrë ndihmë mjekësore shtetasi plagosur LB dhe jo AP, siç ju informuam në njoftimin paraprak. Me mbërritjen e shërbimeve të policisë dhe të grupit hetimor në vendngjarje, si dhe pas kryerjes së veprimeve të parahetimore, do t'ju informojmë sërish.